Vjosa Osmani ka qenë agentin kuptimin pozitiv të fjalës, jo agent shpion ose diçka, nuk po them ashtu. Po ka qenë agent esencial që në vitin 2021 Albin Kurti me fitu 50% të votave. Absolutisht. Jo vetëm se ka sjell vot, e ka marrë klimen. Po e ka kriju klimen. E ka kriju përshtypjen që kjo është zgjedhja. Që Albin Kurti ka ndryshuar. Tashi, Vjosa Osmani para asaj kohe e ka quajtur Hugo Chavez Albin Kurtin. Një 6 muaj më herët. Po, ma herët, këtë rregull. Po veç ka thonë mandej që jam në shoqëruar me njerëz të këqij që ma kanë mbush mendën. Po, dëgjoni. Ajo e ka ditë parafërsisht ose veç ja ka fut kot atëherë që Albin Kurti është kësaj. Ndoshta edhe atëherë ja ka mujt shpresa arsyen. Edhe i ka ndihmu me ardhen pushtet big time, bold, me shumë numra. Gjatë qeverisjes, si pas gjitha gjasave dhe një herë ka kuptu se çka është krejt kjo skem. Prap ka besu, prap ja ka mujt shpresa arsyen. Unë mendoj që nuk mundemi ne veç me kalu në për këtë situatë kështu, edhe mos me i përmend disa gjana. Nëse Vjosa Osmani ka me kriju lëvizje politike, nëse ka me u bashku me një parti politike, nëse ka me u kthy në të nuk i di, nuk po du me spekulu. Apo mu bashk me ju, si kandidate për kryeministre dhe me i marrë një blok të partive opozitare? Gjitha janë në rregull, mirë po Vjosa Osmani e ka një bërgj për Kosovën. Duhet me tregu krejt çka din. Se nuk mundemi ne veç me kalu në për situata në cilat ti e krijon. Çka din për çka? Gjithçka çka din, se din shumë. Lidhje me çka? Lidhje me qeverisjen Kurti gjatë 5 viteve të fundit. Mos harroni se ka shumë elemente të cilat duhet me i ditë. Ajo e ka kriju këtë situatë, ose i ka ndihmu në mënyrë esenciale kësaj situate, edhe tash për një herë i thot, s'jom mo me këta unë, jom kundër këtyne. Okej, është në rregull me qenë, po nuk gjykohet dikur se e ka ndru menën. Po duhet me shpjegu. Duhet me shpjegu ma shumë. Jo vetëm me thonë unë tash jom kundër, se kjo është i keq, dhe që tash okon i mirë, tash është i keq, i nuk bën ashtu. Duhet me shpjegu.